Ka nisur kolonia e piktorëve Vjesht në Maliq 2024. Në këtë edicion të 4 të këtij aktiviteti marrin pjesë 15 piktorë nga qytete të ndryshme të vendit, të cilët të pasionuar pas peizazhit dhe ngjyrave të vjeshtës nisën të hedhin në Telajo natyrën e bukur të zonës së Maliqit, duke nisur nga Pylli i Fazanëve, fusha e Maliqit e të tjera vende piktoreske të kësaj zone. Ftesës së Bashkisë së Maliqit janë përgjigjur jo vetëm të rinj, por edhe emra të njohur të kësaj gjinie të artit. Jemi në stinën e vjeshtës. Edhe natyra i ka hedhur, si të në të gjitha ngjyrat, dhe ne piktorët mundojmë t'i pasqyrojmë në Telajo, duke pasqyruar edhe peizazhet e kësaj zone të bukur të zonës së fushës Maliqit. Stina e vjeshtës është stina e piktorëve, na pëlqen shumë, se unë nga Herseka dhe ande stina kam të bukur, dhe peizazhet na pëlqejnë shumë, kemi kapur një peizazh të fshatit, një stinë vjeshte, ato motivet e fshatit, përpiqemi të jemi të Telajo me atë emocionin ton, ndjenjen ton të emocionit. Kjo koloni është një mënyrë e mirë për të promovuar bukuritë natyrore të zonës së Maliqit, pse jo edhe për të zhvilluar turizmin. Gjatë aktivitetit, piktorët do të zgjedhin motive të ndryshme vjeshte, duke realizuar disa piktura me të cilat do të pasurohet edhe ekspozita përmbyllëse e këtij aktiviteti.